Bllokimi i aksit Librasht-Pogradec ka sjellë pasoja të drejtpërdrejta edhe në transportin ndërqytetas, ku qytetarët po përballen me rritje të çmimit të biletave. Nëse më parë për të udhëtuar drejt Tiranës paguanin 700 lekë të reja, tashmë çmimi ka shkuar në 1000 lekë të reja për një biletë. Qytetarët shprehen të shqetësuar për koston e shtuar, duke theksuar se për shumë familje kjo rritje është e papërballueshme. Megjithatë, shqetësimi më i madh i qytetarëve është se kjo rritje mos mbetet e përhershme edhe pas normalizimit të situatës. Nga ana tjetër, shoferët shprehen se rritja e çmimit të biletës ka ardhur si pasojë e zgjatjes së kohës së rrugës, konsumimit më të lartë të karburantit dhe amortizimit të vjeteve. Sipas tyre, udhëtimi tashmë zgjat disa orë më shumë se zakonisht. Kuponat që lidhin Lulindjen me kryeqytetin janë detyruar që të ndryshojnë itinerar duke kaluar nga aksi Maliq-Dozhan-Mogris-Gramsh, çka ka zgjatur ndjeshëm kohën e udhëtimit. Devijimi përmes këtij segmenti, i cili është më i ngushtë dhe me shumë kthesa, por mbi të gjitha i dëmtuar, ka rritur ndjeshëm kostot operative. Thonë që 10.000 lekë, pa di unë. Po më përpara sa keni paguar? 7. Po meni atë qenë atë që Gjerdisa shikon me atë, e shikon me helikopter, e shikon urën atje, atje ti birë do një ataj në shkumbin të idhjes temet. Shiko, zotri, ju, për dy persona ju duhet të paguani? 20. Është një kosto e shtuar kjo për ju. Rritën çmime, nuk zben rrugës, zben atë vjedhin vetëm. Kjo qeveri, mëse çka vjedhë, kjo s'ka vjedhë donjëherë, s'ka vjedhë kombi, s'është vjedhë kombi. Por afërsisht i bie që të paguani një bilet më tepër, për dy persona, se jeni burrë grua. Po. Sa shpesh e bëni këtë rrugë? Po ne bëjmë fëmijët e djalit atë. Shpesh e bëjmë. Edhe vejmë një në muaj rrugë bëjmë. Ne bëni këtë rrugë? Një në muaj. Është e vështirë për ju kjo situatë? Po si s'është? Unë pa punë, ai pensionist. Si s'është e vështirë? Sa është rritur bileta? Po ja të shikojmë sa do na marri sot. Se di me sot. Thonë 10.000. Sa është? 10.000. Ju më përpara sa keni paguar? 7. Ne bënim 14, tash do ta bëjmë 20 e saj vete, 20. 20 i bie 3. 6.000 Një njeri më shumë. Ora është puna se hajde se tash i bie më gjatë. Po do bëhet gjendë mbetë 10 ajo se kështu bën. Se di. Ju keni frikë se mos këto çmime mbeten? Po, këto çmime mbeten, po. Edhe pasi të hapet rruga tjetër? Po kështu se më përpara e kemi paguar 5.000, vajt, çmimet janë rritur. Si do qoftë. A shkota, nuk na pyet një këto gjëra. Mire keni, vi falenderoj që kujdesoj. Çfarë më shit. Edhe aty ndoshta si del me ka të drejtë, edhe se jo nafta jo. Nuk po them. Po që për të arrijë me 70.000 lekë pension nuk ka arrijë mëse. Po keni frikë se mos këto çmime mbeten të pandryshuara edhe kur të hapet rruga? Po mori nuk e kthejnë me ata. Po mori vazhdo më di. Ju jeni shofer? Jam shofer autobus. Si shofer autobusi, rruga Maliq-Gramsh. Rruga Maliq-Gramsh është, nuk e di, po shumë e keq. Në çdo vend të rrezikon jetë. Në çdo vend. Dhe aty ku duket e mirë, është malorja e pabesueshme edhe disheza e pabesueshme. Ku keni qenë për herë të fundit? Mbrëm u ktheva që nga Tirana. Se isha në një vdekje familjare dhe 5 orë. 5 orë. Tiranë Maliq. Qofse do të ikësh që të jesh i sigurt se Tiranë Korç? Mund vej pese në 25 e gjysmë. Po do të ikësh normalisht. Se nuk ikën dot. Rruga është skandaloze. Tarifat kanë ndryshuar, që me ndryshimin e itinerarit, tarifat kanë ndryshuar tashmë. Në qoftë se deri dje, një qytetar udhëtonte nga Korça drejt Tiranës me 7.000 lekë biletën, sot udhëton me 10.000 lekë biletën. Në atë rrugë, se do duket sikur ja ky është shofere, do të ndihmoj kolegët ose më the të thash. Po them, vije në kthim kam bërë 2 goma që isha me makinën time. Dëmtohet mjeti. Po për vetë qytetarin? Për qytetarin është bare rend, normalisht. Për qytetarin është bare rend, po. Si tham, se kush punon për
Mendoni familjen e se tij. çmimet do mbeten të pandryshuara edhe nëse rregullohet Jo, do rruga, ndryshojnë çmimet. Nuk e di se besoj të riqëndrojnë kjo që u vu sot për një javë ose për një ditë ose për sa do zgjas. Faleminderit. Sigurisht që ka gjatë ndjesh me kohë. Është një kur. Si alo? Dhe të pyesim pak për çmimet. Jo. Faleminderit. Reno. Se di asaj bileta, as se di fare. Bileta nga 7.000 lekë ka shkuar 10. Tashi, se di. Të pyesim pak rritin e